Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Më lejoni që t'ju lexoj fjalët e një njeriu i cili ishte plotësisht i angazhuar me Ungjillin, emri i tij është Paul. Dhe ai u shkroi një letër të jashtëzakonshme Romakëve. Në vargjet 16 dhe 17 ne lexojmë fjalët e tij. Në fakt, unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun, sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim, siç është shkruar, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Nëse jeni zhytur ndonjëherë në teologji, e dini se këto janë 2 nga vargjet më të rëndësishme në Bibël. Nuk ka 2 vargje të tjera si këto në asnjë vend tjetër të shkrimit. Këto vargje janë thelbi i krishtërimit dhe në shumë aspekte, këto 2 vargje janë përgjegjës për reformacionin protestant. Duke ditur që ai ishte rrugës për në Rom, qyteti perëndorak i kohës së tij, Pali po u shkrua në Romakëve, të cilët do t'i vizitonte, dhe ai do që ata të dinë se çfarë do të sjell me vete kur të vijë tek ata. Ai do që ata të dinë se Ungjilli është mesazhi i tij dhe ai nuk ka turp për të. Ai po u thotë edhe pse mund të jem bërë objekt përqeshjesh për mendimtarët aristokrat në qytetin e Romës, unë nuk kam turp për Ungjillin e Jezus Krishtit. Ndonjëherë sot, nëse shohim përreth, vëmre se disa njerëz kanë turp për Ungjillin. Nuk e kanë problem të shkojnë në kish, nuk e kanë problem që të jenë njerëz të mirë, nuk e kanë problem as edhe të njihen si fetar mbas edhe ungjillor, por kur vjen puna tek Ungjilli, mendojnë se mbase kjo është pak e tepruar. Dhe nuk duan që të përfshihen në predikimin e Ungjillit ose që të trumbetojnë thirrjen e Ungjillit. Ndonjëherë është e vërtet që janë kështu për shkak të arsyeve intelektuale. Pali u ndesh me këtë në jetën e tij kur ai u shkroi Korintasve, ai thotë: "Por ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, skandal për judenjt dhe marrëzi për grekët." E po ai është duke shkuar në Rom, të mbushur me grek, për t'u treguar për Ungjillin që ata mendojnë se është marrëzi. Thjesht mendoni pak. Në mes të saltaneteve dhe ceremonive të atyre perandorëve romak dhe në qytetin perandorak të Romës, ja ku po shkon ky njeri që thot se shpëtimtari i botës ishte një marangoz që u rrit në Nazaret, dhe Pali i përfituron përqeshjet dhe talljet e oborrit dhe njerëzve të rëndësishëm që u thon njëri tjetrit shakaja më e fundit në qytet është ky njeri që sapo ka mbërritur dhe thot se një marangoz nga Nazareti në tokën e hebrejve është biri i Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por ai ishte shpëtimtari i botës, dhe që ai e shpëton botën duke vdekur i pafuqishëm në një kryq. Sa gallat është kjo? Shumë njerëz e shohin Ungjillin në këtë mënyrë. Nga ana intelektuale është e pakonceptueshme për ta që historia e Ungjillit të jetë në fakt e vërtet. Ndonjëherë ata e refuzojnë për arsye filozofike, sepse kuptoni që Ungjilli i kthen mbrapsht të gjitha fetë e tjera të botës. Të gjitha fetë e tjera në botë ju mësojnë se mund të shkoni te Perëndia duke u ngjitur tek ai përmes gjithë veprave të drejtësisë që mund të arrini të bëni. Por Ungjilli thot saktësisht të kundërtën e kësaj. Nuk ngjiteni ju te Perëndia, por Perëndia zgjatet poshtë drejt jush. Pra Ungjilli është në paradoks me çdo lloj mendimi filozofik që mund të përfituroni. Dikush ka thënë kështu: krishtërimi është jo feja e botës, sepse i kthen të gjitha instiktet tona fetare me kokë poshtë. Ndonjëherë njerëzit e refuzojnë Ungjillin për shkak të arsyeve sociale. Nuk respektohesh nëse je i krishterë, e dinit këtë ka kritika për katolikët dhe ungjillorët.
Këta qortohen gati sikur t'jesh i krishter, një ungjillor apo një katolik i përkushtuar, do të thotë të jetosh nën kufirin intelektual që është i pranueshëm nga njerëzit më aristokrat. Biblia thot se Perëndia i zgjedh njerëzit dhe ai na tregon se si e bën këtë. Ai thot jo shumë të ditur sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik. Ai nuk thot jo asnjë, ai thot jo shumë. Ne jemi thjesht njerëz të zakonshëm. Ne jemi populli që Perëndia ka zgjedhur dhe atyre që nuk e pëlqejnë ungjillin, kjo ju duket revoltuese nga ana sociale. Që Perëndia zgjedh njerëz si ne për të rilindur në familjen e tij. Dhe disa njerëz distancohen nga ungjilli për arsye morale. Një ditë isha në zyrën time në një kishë që kisha mbjell në Fort Wayne dhe erdhi të më takonte dikush. Më kishte dëgjuar të predikoja një ditë më parë, kisha dhënë një mesazh për ungjillin dhe më thotë: "Do doja që të vija dhe doja të thoja se jam menduar që të bëhemi krishter, por nuk mendoj se do ta bëj." Unë e pyeta pse, ma ktheu po, "Doktor Jeremia, do të ishte shumë e pavlidshme tani për mua nëse do që të dish të vërtetën." Dhe pastaj filloi të ma shpjegonte dhe do të kishte qenë e pavlidshme për të që të bëhej krishter, por sa prej jush e din se Krishti erdhi për të na nxjerrë nga reatia jon dhe për të na dhënë diçka shumë herë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër që mund të kemi në jetën tonë atë çast. Por ka shumë njerëz që nuk e pëlqejnë ungjillin, sepse kuptoni që ungjilli është fyes për krenarinë e njerëzit. Ungjilli u thot njerëzve që ata janë mëkatar, që janë rebel dhe që janë në nxemërimin e dënimin e Perëndisë dhe ata nuk mund të bëjnë dot asgjë për veten e tyre. Dhe kjo është kaq revoltuese për njeriu modern që thot unë mund t'ja dal vet. Ata duhet ta pranojnë faktin se vetëm Krishti, i cili u kryqëzua në mes të dy hajdutëve, mund t'i shpëtojë ata. Dhe thjesht nuk është e mundur që ata ta përqafojnë këtë fakt. Prandaj, siç thot Pali te Romakëve 1, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit. Ai po na thot diçka neve dhe brezit ton. Unë duaj që t'ju bëj një pyetje sot, kushdo që t'jeni, qoftë nëse po më dëgjoni këtu në auditor apo përmes internetit apo përmes një programi televizioni në radio, nuk ka rëndësi. Si do ta peshonit ju këtë pyetje? A keni turp për ungjillin e Krishtit? A jeni të gatshëm të përfshiheni në një bisedë deri këtu lart edhe pastaj të prapsoheni? Unë jam këtu për t'ju thënë se Perëndia i plot fuqishëm na ka thirrur në një marrëdhënie plotësisht të angazhuar me ungjillin e tij. Prandaj ndërsa i shtjellojmë këto dy vargje, dua që të mendojmë së bashku, jo vetëm për atë që Pali po na thot në lidhje me veten, por për atë që Pali po na thot neve. Pse unë duhet të jem plotësisht i angazhuar me ungjillin dhe ai do të na ndihmojë ta kuptojmë në këto dy vargje. Së pari është ungjilli. Ungjilli, fjala ungjill është krijuar nga dy fjalë greke. Njëra do të thotë lajm, kurse parafjala e shkurtër ka kuptimin i mirë. Fjala ungjill ka kuptimin lajmi i mirë. Si mund mos duam të angazhohemi plotësisht me lajme të mira? Është një lajmërim jo për atë që bëjmë ne për Perëndin, por është një lajmërim për atë që Perëndia ka bërë për ne. Ungjilli nuk është një listë me gjëra që duhet të bëni për të arritur te Perëndia. Ungjilli është një listë me çdo gjë që Perëndia ka bërë për t'u zgjatur te ju. Si mund mos doni të jeni plotësisht angazhuar me ungjillin? Tim Keller thot, ja cili është ungjilli, jeni më mëkatar nga sa guxoni të besoni dhe jeni më të dashur nga sa guxoni të shpresoni. A nuk është e vërtet kjo? Dëgjoni se çfarë vazhdon të thot Pali, fuqia e Perëndisë për shpëtimin. Ungjilli nuk është vetëm premtimi i lajmit mirë, por është fuqia që sjell Perëndia në këtë situatë. Me qëra fjala, nëse studioni gramatikën, mund vini re se fjala për përdoret shumë shpesh në këto dy vargje. Fjala për është një fjalë që na tregon se kjo është arsyeja në këtë fjali. Nuk duhet kemi turp për ungjillin, sepse ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtimin. A e dini që ungjilli i Jezus Krishtit është forca më e fuqishme në univers? Është çlirimi i njeriut nga pasojat e rënies dhe të mëkatit. Dhe të shpëtohesh do të thotë që do të çlirohesh nga e keqja më e madhe dhe të vendosesh në zotrimin e të mirës më të madhe. Një miku im që është një mësues i ri i fjalës së Perëndisë dhe quhet J.D. Greer, ka shkruar një libër të vogël mbi ungjillin dhe në atë libër ai bën këtë deklaratë të mrekullueshme. Ungjilli zbulon një fuqi më të madhe se sa edhe vetë fuqia e krijimit. Është fuqia e krijimit të ri, shpengimit nga mëkati dhe ripërtëritjes së jetës nga vdekja.
A e dini se për asgjë tjetër përveç se vet Jezus Krishtit, Bibla nuk i referohet si fuqi e Perëndis. Mendoni për këtë. Nxehtësia e diellit është 5500 gradë në sipërfaqe dhe 15 milion gradë Celsius në qendrën e tij. Dallgët e tsunamit ngrihen deri në 30 metra lartësi dhe udhtojnë me 130 km/h duke shkatruar çdo gjë që u del para. Një yll i zbuluar së fundmi udhton nëpër hapësirë me shpejtësinë 2.4 km në sekond. Ne e dim që vulkanet vjellin lavë deri në 27 km në atmosferë, shpërthimi i cilëve mund të dëgjohet nga më shumë se 5000 km larg. Dhe asnjëra prej këtyre nuk quhet fuqia e Perëndis. Vepra ngadhnjimtare e Jezusit për të hequr përgjithmonë mëkatin ton është ajo që Bibla e quan fuqia e Perëndis. Nëse jeni të krishterë këtu dhe sot, nëse keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, ju jeni një person shumë mrekullisht i bekuar dhe i veçantë. Ju keni përjetuar fuqinë e Perëndis. Zonja dhe zotrinj, jam këtu që t'ju them se sikur më parë gjatë kohës time si pastor, jam shumë i lumtur dhe i përkushtuar që t'jemi përfshirë si shpërndarës i fuqisë së Perëndis. Sepse teksa e shoh botën sot, kuptoj se është vetëm një gjë mjaftueshëm e fuqishme për të na shpëtuar nga vetvetja. Dhe shpresoj se gjatë predikimit të sotëm të kuptoni se të gjithë ne kemi nevojë që të riaktivizojmë veten tonë drejt këtij mesazhi, që është vetëm një gjë jetëndryshuese që mund t'i ofrojmë një botë të dëshpëruar dhe që po vdes. Ne duhet jemi plotësisht të angazhuar me ungjillin për shkak të premtimit të ungjillit është lajmi i mirë. Për shkak të fuqisë së ungjillit është ungjilli ai që na drejton drejt shpëtimit. Dhe për shkak të qëllimit të ungjillit na thuhet e cilit do që beson. Gjoni 3:16 thotë se Perëndia e do botën dhe nëse besojmë në të, nuk do të humbasim. Veprat e apostujve 2:21 thotë dhe do të ndodh që kush ta ketë thirrur emrin e Zotit do të shpëtohet. Po, ungjilli është fuqia e Perëndis që na është ofruar ne, por ai duhet të pranohet nga ne. Dhe Biblia thotë se ungjilli ka një prioritet. Disa njerëz e kanë vështirë të pranojnë këtë. Ky varg thotë se ungjilli erdhi fillimisht për hebrejt dhe pastaj për grekët. Për jo hebrejt. Tani ka vetëm një ungjill. Prandaj nëse keni dëgjuar disa thashateme që po qarkullojnë kohët e fundit se populli hebre shpëtohet në mënyrë të ndryshme nga jo hebrejt, mos e besoni sepse ka vetëm një ungjill. Nuk ka ungjill numër 1 dhe ungjilli numër 2 ose plani A dhe plani B, ka vetëm një ungjill. Ungjilli i Jezus Krishtit. Ungjilli është një barazues i madh. Të gjithë vinë në besim në të njëjtën mënyrë. Kur shkojmë në parajs, të gjithë të tjerat që janë aty kanë shkuar atje në të njëjtën mënyrë si ne. Askush nuk ka kapërcyer murin, askush nuk ka ofruar rysh fet, askush nuk ka thënë unë jam më i mirë se ata. Në parajs shkojmë vetëm në një mënyrë që është përmes ungjillit të Jezus Krishtit, qofshi hebre apo jo hebre, musliman apo çfarëdo qofsh. Ungjilli është barazuesi i madh, por në projektin e Perëndis, ai e lejoi ungjillin që të fillonte te populli i tij i zgjedhur, hebrejt. Dhe unë dhe ju jemi shartuar në këtë sepse dëgjoni pak Veprat e Apostujve 13. Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur lirisht tanë, ishte e nevojshme që fjala e Perëndis t'ju shpallej ju më së pari, por nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denj për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi jo hebrejve. Është i njëjti ungjill. Më parë judeun e pastaj grekun. Dhe pastaj, ne kur nuk duhet të shkëputemi nga ungjilli, jo vetëm për shkak të premtimit të ungjillit që është lajmi i mirë, dhe fuqisë së ungjillit për shkak se bën që të ndodhë shpëtimi, apo qëllimit të ungjillit për çdo që beson, apo për prioritetin e ungjillit, në fillim judeun dhe pastaj grekun. Por edhe për shkak të planit të ungjillit, sepse drejtësia e Perëndis është zbuluar. Tani le të fillojmë të mendojmë pak, të mos e lëmë pushim mendjen. Qëndroni me mua në këto çaste, në këtë varg kemi të vërtetat më të rëndësishme. Ne duhet të angazhohemi me ungjillin, sepse është ungjilli ai që na ndihmon të kuptojmë se si mund të bëhemi të denj për parajsën. Kur njerëzit shpikin fen, zakonisht e bëjnë për një nga këto dy arsye. Ndonjëherë shpikin fen për ta bërë veten që duket mirë. Ju kam treguar se kemi kuptuar gabim. Perëndia na krijoi sipas shëmbulltyrës së tij, dhe ne nuk e kuptuam këtë dhe vendosëm ta krijonim Perëndin sipas shëmbulltyrës tonë që të ndihemi rahat me Perëndin, dhe kjo po ndodh në të gjithë botën, sidomos në ditët e sotme. Por ungjilli që nuk ka asnjë
informacion në të se si një njeri i padrejt si unë mund të shkoj në parajs, nuk është ungjil, sepse unë jam ende i jashtë. Kam nevojë që dikush të më tregojë se si, me veten time mëkatare, mund të shkoj në parajs. Dhe kjo është ajo që e nxiti Martin Luterin drejt reformacionit. Po ju tregoj një histori të shkurtër nga jeta e tij. Martin Luteri, si murg, po jetonte një jetë asketike në manastirin Augustian. Ai ishte i vendosur që të jetonte jetën e tij me shenjë të ri dhe vetmohim. Ai donte të kualifikojë për në parajs. Ai agjeronte, ndonjëherë edhe 3 ditë pa një thërrim e buke. Ai e detyronte veten të nënshtrojë jo vetëm rregullave të përgjithshme, por edhe atyre që kishte vendosur vet. Ai i hidhte të gjitha bataniet që i jepnin natën dhe detyronte veten të ngrinte deri në vdekje, sepse mendonte se kjo do të ishte më e pranueshme për Perëndin. Ai shkonte të rrëfehej çdo ditë dhe ndonjëherë kalonte në rrëfim edhe 6 orë rresht, duke lodhur priftin me çdo mëkat të mundshëm që mendonte se mund kishte bërë. Në çdo gjë që bënte apo mendonte, ai kërkonte për të shkuar në parajs me veprat e tij. Ky është Martin Luteri. Ai më vonë reflektoi mbi përkushtimet e tij të hershme fetare. Ai tha, unë kam qenë një murg i mirë dhe i zbatoja rregullat e udhëritimit në mënyrë aq strikte, sa unë mund të them se nëse ndonjë murg ka shkuar ndonjëherë në parajs përmes murgërisë së tij, ai kam qenë unë. Dhe ndodhi vetëm kur ai filloi të studionte letrën e palit për romakët që ai u sfidua për mendimet e tij. Dhe ishte diçka krejt e re për të, ai nuk ishte dëgjuar kurrë diçka të tillë, edhe pse ishte rritur me fen. Ai tha, unë dëshiroja shumë që ta kuptoja letrën e palit për romakët dhe asgjë nuk më pengoi për këtë, përveç se një shprehje, dhe kjo shprehje ishte drejtësia e Perëndis. Sepse mua më dukej sikur po më thoshte se Perëndia është i drejtë dhe vepron me drejtësi duke i ndëshkuar të padrejtët. Dhe kjo ishte situata ime që edhe pse isha një murg i patmet, qëndroja përpara Perëndis si një mëkatar i trazuar në ndërgjegjen time dhe nuk kisha asnjë siguri se meritat e mia do të mund ta kënaqnin atë. Prandaj nuk e doja këtë Perëndi të drejtë dhe të zemëruar, por urreva dhe vrava kundër tij. Vite më vonë, kur ai po shkruante komentarin e vet mbi librin e Romakëve, Luteri e përsëriti atë që kishte mësuar. Sepse Perëndia nuk do që të na shpëtojë përmes drejtësisë son, por përmes një drejtësie tjetër, një që nuk e ka burimin te vetja jon, por vjen te ne përtej vetes son, e cila nuk ngrihet nga toka, por vjen nga qielli. Martin Luteri e zbuloi drejtësinë e Perëndis dhe shkëmbimin e jashtëzakonshëm që ndodh në kryq. Zonja dhe Zotrin, kur Jezusi vdiq në kryq, ai mori me vete gjithë mëkatet tona dhe zuri vendin që na takonte neve. Por ky nuk është fundi i historisë. Në shkëmbim të mëkatit ton, ai na dha neve drejtësinë e tij, që ne tani të mund të qëndrojmë përpara Perëndis jo për shkak të ndonjë gjëje që kemi bërë ne, por ne jemi marrësit e drejtësisë së Perëndis përmes shpëtimit vetëm në Jezus Krishtin. Dhe pastaj kjo shpërtheu në mendjen e Martin Luterit dhe ai filloi të shihte se çdo gjë që mund të bësh për ta fituar vetë parajsën është e pavlerë, dhe që Bibla është e vërtetë kur thotë se drejtësia jon është si rreckë pist përpara Perëndis. Ai filloi të kuptonte shpresën që gjendet tek Ungjilli, sepse ajo shpresë nuk qëndron tek ai që e kërkon parajsën, por që shpresa është në Perëndin, që në qiell na ofron ne drejtësinë e tij. Ne nuk duhet të shkëputemi nga Ungjilli. Si mund të shkëputesh nga diçka kaq e mahnitshme dhe kaq e mrekullueshme? Dhe vargu mbyllet me këtë mendim që ne nuk duhet të shkëputemi nga Ungjilli për shkak të parimit të Ungjillit, për cilin do që beson nga besimi në besim, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Pra ky është Ungjilli, fuqia e Perëndis. Si e marrim në atë? Ne e marrim me anë të besimit. Një interpretim i kësaj thotë kështu: prej besimit dhe në besim. Dhe ideja është se vjen tek ne shpeshherë përmes të tjerëve. Drejtësia e Perëndis më përçohet mua nga dëshmia e besimit të një njeriu tjetër në perceptimin e besimit tim. Jam këtu për t'ju thënë se është dikush që po pret që ju të ndani me të besimin tuaj. E keni menduar çfarë kuptimi ka ky term? Unë dua që ta ndaj besimin tim.
Kjo nuk do thotë që ju thjesht të flisni për atë që besoni, do thotë merrni besimin që Perëndia ju ka dhënë dhe ta lejoni veten që të jeni një kanal përcjellës që ky besim mund të kalojë nga ju te të tjerët, nga besimi në besim. Gjithë secili prej nesh ka pak besim për të dhënë apo jo? Jo, ne nuk I japim dikujt shpëtimin, ne I ndihmojmë të kuptojnë se çfarë është besimi dhe përmes dëshmisë son njerëzit bëhen të krishterë. Por Ungjilli jo vetëm që ndahet me anë të besimit, por edhe merret me anë të besimit. Cili do që beson, I drejti do të jetojë me anë të besimit. Me herët Pali ka shkruar se Ungjilli është për çdo që beson. Kjo do thotë se ju mund të dini për besimin, ju mund ta keni parë besimin, ju mund ta kuptoni besimin, por ju nuk mund ta keni besimin nëse nuk e pranoni atë. Ju duhet të zgjateni dhe ta merrni dhuratën. Ungjilli thotë se shpëtimi është një dhuratë nga Perëndia përmes Jezus Krishtit, Zotit ton. Në të vërtetë madje as nuk mund të themi që kemi një dhuratë nëse nuk e pranojmë atë. A morët ndonjë dhuratë për Krishtlindje? Po, është në kuzhinë e mbështjell ende. Por nuk keni marrë asgjë, sepse nuk është dhurata juaj derisa ta merrni, derisa ta pranoni. Kështu është edhe me Ungjillin, nëse nuk e njihni Jezus Krishtin, nuk keni për ta njohur përmes kalimit në sit, nuk keni për ta njohur sepse vini në kish. Ju e merrni Jezus Krishtin kur ju e kuptoni që ai ju do, që biri ju dërgua të vdiste për ju, dhe me anë të besimit përmes lutjes ju I kërkoni Jezus Krishtit që të jetë shpëtimtari juaj. Biblia na thotë se ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Zonja dhe zotrinja, arsyeja pse duhet ta dëgjoni këtë histori dhe të dëgjoni zemrën e pastorit tuaj është kjo. Ne si kish në thelb kemi thjesht një punë për të bërë. Ne bëjmë shumë gjëra të tjera të rëndësishme dhe nëse stregojmë të kujdesshëm do t'i lejojmë ato që të na pengojnë të bëjmë të vetmen gjë që duhet të bëjmë, që të shpërndajmë nëpër botë mesazhin e Ungjillit dhe të bëjmë të njohur të gjithëve që I drejti duhet jetojë me anë të besimit dhe që nëse vendos besimin te Jezus Krishti, ai do t'ju ndryshojë jetën. A mund të dëgjoj një amen? Amen. Unë duaj që ta mbyll duke ju treguar një histori më moderne. Mëngjesin e 11 shtatorit 2001, tabernakulli I Brooklynit humbi 4 nga anëtarët e tij. Një viktim ishte një oficer policie. Ceremonia e varrimit të oficerit u mbajt në ndërtesën e kishës. Dhe Rudy Giulianit, në atë kohë kryebashkiak I New Yorkut, ju kërkua që të ndante një fjalë. Në librin e tij ju jeni krijuar për më shumë, Jim Simbela, pastori I tabernakullit, ka shkruar ato që kryebashkiaku ndau me publikun atë mëngjes. Dëgjoni me kujdes. E dini se çfarë miq tha ai, nga e gjitha kjo ka mësuar diçka, të shohë se do t'ju shpreh dot. Kur të gjithë po ja mbathnin nga ajo ndërtesë dhe policët, zjarfiksit, mjekët e urgjencës po shkonin në drejtim të saj, a mendonin se ndonjëri prej tyre tha po vras mendjen se sa njerëz me ngjyrë ka aty që t'i shpëtojmë. Vras mendjen se sa është përqindja e të bardhëve aty. Vras mendjen se sa e brenjën aty, pa të shohim. Po vras mendjen se sa njerëz aty fitojnë $400,000 apo $24,000 apo sadoqoftë. Kur ju shpëtoni jetë, të gjitha ato janë të çmuara, dhe kjo është mënyra se si duhet jetojmë gjithmonë. Si do donit t'ju trajtonin shpëtuesit nëse do t'ishit në katin e 75 të ditë? A do donit që t'ju thoshin më falni për do të shkoj tek shefat dhe t'i shpëtoj ata më para? Nuk do ta donit këtë. Giuliani tha unë jo gjithmonë kam jetuar në këtë mënyrë, por jam I bindur se Perëndia do që ta bëjmë këtë. Ai do që ne ta çmojmë çdo jetë njerëzore ashtu siç na çmon ai ne. Jim Simbela tha ula aty dhe po mendoja, o mirësi, kryebashkiaku po predikon Ungjillin. Është një Ungjill që duket se u ka shpëtuar shumë njerëzve në kishat tona, në të gjithë New Yorkun dhe në vendin ton. Bota në cilin unë dhe ju jetojmë po shkatërrohet përpara syve tan, dhe ne jemi përfaqësuesit e vetëm të Perëndisë në këtë planet, dhe thjesht nuk mund të humbasim kohë duke zgjedhur se kush ka nevojë për ndihmën tonë. Të gjithë ka nevojë për ndihmë. Të gjithë ka nevojë për dashurinë dhe faljen e Jezus Krishtit. Të gjithë ka nevojë të shpëtohen nga tmerri I një ndarje të përjetshme nga Perëndia. Dhe zonja dhe zotrinj, këtë na ka thirrur Perëndia të bëjmë si kish. Dhe duhet jemi shumë serioz për thirrjen që Perëndia ka vendosur mbi ne për Ungjillin. Sepse unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin. Shpresoj që të bashkoheni me pastorin tuaj. Me këtë arsyetim të ri dhe më të madh, jo vetëm të përgjegjësisë, por dhe të privilegjit që kemi për të predikuar dhe për të ndarë këtë Ungjill, dhe mos mendoni se me që nuk jeni predikues apo mësues, kjo nuk ju përfshin ju, më dëgjoni pak. Çdo gjë që bëni për përparimin e shërbesës, qoftë me fëmijë të rinj apo me çdo tjetër, na ndihmon që ta çojmë Ungjillin përpara.
Mos e zvogloni rëndësinë e punës suaj dhe mos thoni unë nuk jam predikues, prandaj ose mos thoni nuk më është kërkuar të mësoj. Jo, bëni atë që ju ka thirrur Perëndia të bëni aty ku jeni dhe besojini atij. Mos u shqetësoni shumë për promovimin, shqetësoni për veten. Shqetësoni për atë që Perëndia ju ka thirrur dhe bëjeni atë me gjithë zemër. Dhe Ungjilli i Jezus Krishtit do të jetë fitimtari. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndisë, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.